Për Partinë Demokratike, procesi elektoral është procesi themelor i një shoqërie të lirë dhe i njerëzve të lirë. Pra, është procesi më serios. Në këtë kontekst, jam këtu së pari për të shprehur mirënjohje, falënderim të madh për të gjithë ata komisioner, për të gjithë ata vëzhgues, numërues që e gdhin gjatë natës duke numëruar votat e qytetarëve. Së dyti, ju bëj thirrje të gjithë strukturave të Partisë Demokratike, komisionerëve vëzhguesve, kandidatëve drejtuesve, që të bëjnë gjithçka që të numërohet çdo vot, pa asnjë me përkushtimin më të madh, sepse çdo vot kundër regjimit meriton nderimin më të madh dhe vlerësimin më të madh. Unë sot, ose këte kisha qëllimin kryesor të paraqitjes para jush, në mënyrë pra dhe njëherë, një thirrje për demokratët, opozitarët, të tregojmë për kushtimin dhe seriozitetin tonë maksimal në numërimin, vlerësimin e çdo vote të hedhur në kuti dhe të mos kenë asnjë ndikim nga asgjë. Kjo është detyra më e rëndësishme për demokratët sot. Votat e numëruara deri më tani tregojnë për një, po themi, fillim të diferencës së socialistëve, paktën për kutitë e votimit që janë numëruar deri më tani. Tani. Partia Demokratike projeksionet e saj Tani dhe njëherë. Partia Demokratike ju ka thënë shqiptarëve dhe botës se çfarë është procesi elektoral në Shqipëri. Këtu mos të ketë kush asnjë iluzion se ato konkluzione kanë qenë politike. Jo, ato ka qenë të bazuara dhe të certifikuara tashmë nga forume politike ndërkombëtare. Ndaj dhe le durojmë për të përfunduar dhe numërimin e votës së fundit. Atëherë, Partia Demokratike do të bëjë të gjithë vlerësimet e saj. Partia Demokratike të gjithë vlerësimin e saj do ta bëj. Kësaj here, ju që pyesni, e keni shumë të thjeshtë. Mjafton të lexoni kriteret. Po nëse bëhen 710.000 dhurat për vot, nëse mbillen 10.000 hektar kanabis për vot, nëse punësohen 10.000 punojës për vot, nëse, siç e pat vetë, dhe më falni se duhet bëj një falënderim të përzemërt gazetarëve për raportimet e shkëlqyera që kanë bërë dhe sakrificat që kanë bërë, nëse ju pat qendrat e votimit të rrethuara nga patronazhistët katerantë dhe zyrat ilegale të Partisë Socialiste të ngritura pranë qendrave të votimit, ju, nëse pat faljen 2 net para të rreth 150 milion euro gjoba të mbi
170.000 qytetarëve. Atëherë, emrin zgjedhjeve ja u vini vetë, po unë nuk jam këtu për këtë sot, se këto i kemi thënë ne, unë sot jam për të bërë thirrje qytetarëve të numërojnë çdo votë. Ne të tregojmë përgjegjësi para atyre që kanë votuar duke numëruar çdo votë. Dhe ky është qëllimi ynë. Sot. Zoti Berisha, po në votën e fundit, nëse është ky rezultat dhe ju do të shpalleni humbës, duke fituar Partia Socialiste. Urdhëroni edhe një herë. Asnjëri para këtij procesi nuk mund të bëjë automatik. Nuk mund të bëjë atë se këto nuk kanë ndodhur. Ju jeni dëshmitar që s'mund të hedhë, sepse këto që thash unë janë 4 prej tyre janë me vendime zyrtare qeverie, janë publike, nuk janë private. Apo së shu, ka kritere për zgjedhjet, janë shkelur në mënyrën më të pamëshirë, përveç xhabaftat, pojat, suelçela e tjerë të cilët nuk ka asgjë këtu të fshehtë. Pra, në këto kushte, nuk ka njeri që mund të vënë dyshim. Këto që themi ne, por unë sot jam këtu për të kërkuar nga strukturat e Partisë Demokratike, pavarësisht nga çdo gjë, duhet është në detyrimin tonë të numërojmë çdo votë.